Kur flasim për shëndet mendor është një temë që prek secilin prej nesh. Të shfrytëzojmë këtë javë të ndërgjegjësimit edhe që të bëhemi bashkë të luftojmë stigmën. Tema e javës së ndërgjegjësimit në këtë vit është komuniteti. Qëllimi ynë është që të festohet fuqia dhe rëndësia e komunitetit, të qenurit pjesë e një komuniteti sigurt dhe pozitiv është jetike për shëndetin dhe mirëqenien tonë mendore. Kur flasim për shëndet mendor është një temë që prek secilin prej nesh. Nuk është një çështje që duhet mendohet dhe trajtohet si çështje individuale. Shëndeti mendor duhet menduar si një përgjegjësi e komunitetit. Mësia e shëndetësisë vazhdon të jetë e përkushtuar për përmirësimin e cilësisë jetës personave me çrregullime mendore, për të zvogëluar stigmën rreth shëndetit mendor, ka ndërmarrë të gjitha veprimet për rritjen e rëndësisë së shëndetit mendor, për trajtimin e barabartë pa diskriminim të personave me çrregullime mendore në funksion të respektimit të integritetit fizik dhe dinjitetit njerëzor. Të shfrytëzojmë këtë javë të ndërgjegjësimit edhe që të bëhemi bashkë të luftojmë stigmën, sepse nuk ka gjë më të fuqishme se sa komuniteti i cili dëgjon, mbështet dhe nuk paragjykon. Shëndeti mendor nuk është çështje individuale, është çështje për të gjithë ne. Kemi punuar në këtë drejtim po ashtu me qëllim që të profilizojmë klinikën. Kemi bërë reportin për smundjet akute psikotike, reportin e psikiatrisë për fëmijë dhe adoleshent me shtretër, kemi rritur kapacitetet e reportit për smundjet e varësisë dhe tani në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë është edhe krijuar komisioni i cili po punon në hartimin e strategjisë së duhur për rritjen e kapaciteteve të mëtejme për reportin e smundjeve të varësisë dhe kjo është në procedurë.